Përshëndetje, unë do ta filloj fjalën time me parullën, më që na godet ne moshën e tretë. Do ta filloj 100.000 lek pension, miliarda korupcion. 100.000 lek pension, miliarda korupcion. Miliarda korupcion, 100.000 lek pension. Kjo është qeveria jonë. Tashti, ne kemi një qeveri, që është shtëpia pa themele. A mund të ndërtosh një shtëpi pa themele? A mund të meretosh asë një herë? Një zëvëndës kryeministër në Arati, një tjetër mbrohet me papërgjegjshmëri. Hajdutët e popullit, Edi Rama i mbron. Tani kërkojnë Edi Rama, Sali Berisha, politika 35 vjeçare, është hataja, është gjëja e zezë e këti vëndi, është gjëja e zezë e këti populli. Prandaj, Shqipëria nuk bëhet me zullumqtar, Shqipëria do njerëz të ndershëm. Prandaj është edhe arsiaja që Lëvizja Bashk mbështet shtresat në nevojë dhe nuk bëhet palë me zullumqtarët, nuk bëhet palë me të shiturit, nuk bëhet palë me të ndyrët. Lëvizja Bashk do filloj me duart pastra dhe do ta mbaj me të vërtet me duart pastërta. Prandaj, të gjithë të ndershmit të kthehen të shikojnë syt nga Lëvizja Bashk, është e ardhmja e vendit. Sepse ne pam dhe thirrjen e fundit që bëri zullumqari gjatë, që kërkoi paqen sociale, paqen fiskale. Përse kërkoi paqen fiskale ai njeri? Për të prur parat e pista në Shqipëri, për të ndyrë popullin shqiptar. Ja, ky është zullumqari jon i gjatë që mba në këmbë një qeveri të korruptuar. 50% në burg, në kërkim dhe 50% hajdut në qeveri. Kjo është qeveria jonë. Prandaj thirrje, të gjithë të bashkohen e të mlidhen kundra këtaj qeverie, kundra këtaj politike zullumqare 35 vjeçare, sepse janë pinjollë të parve, të ndershmit luftohen, të ndyrët mbrohen. Kjo është Shqipëria që duan këta hajdutët që janë atje. E pam edhe sot, një muaj pushim nga 18 vjetori deri në 19 janar. Ndonjë 3 minuta dhe uftohen zagarët atje brenda. 3 muaj pushim në behar. Ja, ata ushqejmë ne, ata janë me taksa tona, që vjedhin gjithë populli shqiptar. Prandaj, o burra, t'ja u thjejmë hundët, t'ja u nxjerrim dhëmbët.